anha, sipas Dhe me thu, mashallah. anha, Allahu e falë, sipas meje, Aisha, aty e vorros Ebu Bekrin babën e vet edhe vorros Omerin. Mirë. Kur shkon Imam Hyseni me kërkua më vorros nga gjyshit vet, Imam Hyseni nuk e lën. Aisha nuk e kalon Imam Hyseni më vorros nga gjyshit. Ndërsa kur i myt 10.000 veta për fajt saj mbytën 10.000 veta në luftën e Xhemelit, Aisha thua tani ka kajt u pëndu kur u bo plak, e ka pa që ka bo kur u ka në re. Edhe thët, kum pas qef më vërros nga të burrit tem, profetit Muhammed, thët po, kum bo gjinohat më dha, s'kom ftyrë më vërros aty. Aisha radiallahu anha ka thonë kështu? Na përshkru një gjuna të Aishës radiallahu anha, një mos ndëgjes, ose një kryengritje, ose një far mos bindje, mos nënshtrim të Aishës radiallahu anha ndaj këshillave të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ose ndaj traditës profetike të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tefsirët Taberi. Wallahi se kom shpiku në këtë tefsir, vëllumi 10. Tefsirët Taberi. Këtë tefsiri Taberiut, Darul Hadith Kahira, e ka botu e shpia botuse Darul Hadith në Kairo. Që zotni? Te edin je hafizi Koranit, in të tuba ila Allahi faqad sagat kulubukuma, wa in të dhahira alejhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin, wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Është ajeti numër 4 në surën Tahrim. Ajeti numër 4 në surën Tahrim. قال أبو جعفر ابن الجرير الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره إن تتوب إلى الله نسيوت الديا تي أي عائشة تي أي حفصة بندوهني أيتها المرأة أي ديغرات بروفيت محمد بندوهني تزوتي برندريشة فقد مالت قلوبكما إلى محبة ما كرهه رسول الله. زمرة juve kanë anua të diçka që profeti Muhammed e ka urry. Mirë Bedrilon, mirë. Pret i herë. Përgjithshmi i interpreton këto gjërat, po mirë, Aisha radiallahu anha. Ja, ka qenë një origjinë njerëzore. Pret, ta Allah, bëma halal. Bëma halal vislem të kry, masane shka dush fal kamet një gu den sava. Nuk jam të interpretu unë këtu, lexoni që kanë thonë selefi për këtë ajet. Ibn Jarir at-Tabari, kur e bjen këtë ajet thot, ka thonë Ibn Abbasi, An Ibn Abbas. قوله إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبنا يقول زاغت قلوبكما. شو ما ثون زاغت قلوبكما؟ زاغ القلب. Kanë deviju zemrat tuja. Mashallah. Allahu e falë, sipas meje. Aisha aty e vorros Ebu Bekrin babën e vet edhe vorros Omerin. Mirë. Kur shkon Imam Hyseni me kërkua më vorros nga gjyshit vet, Imam Hyseni nuk e lën. Aisha nuk e kalon Imam Hyseni më vorros nga gjyshit. Ndërsa kur i myt 10.000 veta për fajt saj mbytën 10.000 veta në luftën e Xhemelit, Aisha thua tani ka kajt u pëndu kur u bo plak, e ka pa që ka bo kur u ka në re. Edhe thët, kum pas qef më vërros nga të burrit tem, profetit Muhammed, thët po, kum bo gjinohat më dha, s'kom ftyrë më vërros aty. Aisha radiallahu anha ka thonë kështu? Na përshkru një gjuna të Aishës radiallahu anha, një mos ndëgjes, ose një kryengritje, ose një far mos bindje, mos nënshtrim të Aishës radiallahu anha ndaj këshillave të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ose ndaj traditës profetike të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tefsirët Taberi. Wallahi se kom shpiku në këtë tefsir, vëllumi 10. Tefsirët Taberi. Këtë tefsiri Taberiut, Darul Hadith Kahira, e ka botu e shpia botuse Darul Hadith në Kairo. Që zotni?
Te e din je hafizi Kuranit. In tatuba ila Allahi faqad sagat kulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Është ajeti numër 4 në surën Tahrim. Ajeti numër 4 në surën Tahrim. قال أبو جعفر ابن الجرير الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره إن تتوبا إلى الله نسيوت الديا تي أي عائشة تي أي حفصة بندوهني أيتها المرأة أي ديغرات بروفيت محمد بندوهني تزوتي برندريشة فقد مالت قلوبكما إلى محبة ما كرهه رسول الله. Zemrat e juve kanë anuar të diçka që profeti Muhammed e ka urry. Mirë Bedrilon, mirë. Pret marrë herë, pret herë. Përgjithshmi i interpreton këto gjërat, po mirë, Aisha radiallahu anha. Ja, A ka qenë në origjinë njerëzore. Pret, ta Allah, bëma halal. Bëma halal veç lem të kry, masane shka dush fal kamet një gu den sava. Nuk jam të interpretu unë këtu, lexoni që kanë thonë selefi për këtë ajet. Ibn Jarir at-Tabari, kur e bjen këtë ajet thot, ka thonë Ibn Abbasi, an Ibn Abbas. قوله إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبنا يقول زاغت قلوبكما. شو هذا مثلا زاغت قلوبكما؟ زاغ القلب. Kanë deviju zemrat tuaja nga rruga e Allahut. Allahu po thot në Kur'an, zemra e Aishës edhe zemra e Hafsës ka devijuar nga rruga e Allahut. Yaqul qad athimat qulubukuma, zemrat tuaja janë bërë gjunahçare, mëkatare. Transmetim tjetër prej Mujahidit thot, kunna nara anna qawluhu ta'ala, kemi menduar që fjala e Allahut faqad sagat qulubukuma, zemrat tuaja kanë devijuar nga rruga e Zotit, kena menuar diçka që është e lehtë. كنا نرى أن هذا القول شيء هين. كنا باش كيف يالر ديشكا شو مليت ديشكا شو مادين كرجا هيس حسابي صار كنا لزوايتن كنا منوشي الله عدين يكاكشلو عايش أنا حفص نو حتى سمعت قراءة ابن مسعود إن تتوب إلى الله فقد زاغت قلوبكما. O ju gratë e profetit Muhammed, o pëndonu të Zotit për ndryshe zemrat tuja kanë devijuar nga rruga e Zotit. E ki tash transmetimin e Qatadës. Malet qulubukuma anil haq. Malet qulubukuma. Krejt e kanë komentuar që është zagat qulubukuma. E kanë komentuar që zemra e Aishës edhe e Hafsës ka devijuar nga rruga drejt, edhe ato kanë devijuar nga rruga e Allahut. Ajet kuranor ka zbrit. Çfarë tash ti? Lezo edhe që të hadith, edhe që ta për përfundoj. Fi Ibn Abbasit, an Ibn Abbas, thot, lem ezel harisan ala ma as'al Umar ibn al-Khattab an al-mar'atayn min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam allatayn qala Allahu azza wa jalla thana'uh. Thot Ibn Abbasi, thot jam kanë i ri, thot edhe gjithmonë kom pas qef me vet Umar ibn al-Khattabin për çet ajet kuranor që po flet për dy gratë e profetit Muhammed, për cilat gra po bëhet fjalë. E ka vetë kush Ibn Abbasi Umar ibn al-Khattabin. Faqal, thot transmetuesi, fa hajja Umaru, kur ka shku Omerin Qabe me bo haxhin, wa hajjtu ma'ahu, edhe kom bo haxhin me ta. Falamma kana bi ba'd at-tariq, kur kanë në një pjesë të rrugës të ec, adala Umar, është anua Omeri, unë alë diçka me mora vdesa ku ta di une, wa adeltu ma'ahu bi idawatin, dhe ju manua dhe une me ta, jom vequa dhe une me ta në rrugë, edhe ju kom afrua me një, si me thonë, një shishe uj, me një en uj. Thumme atani fesekebdu ala jedehi fetawadda, pastaj ka arte une, dhe une i kom qit me mor avdes uj. Fekultu, i thash, ja emir el mu'minin, o prisi besimtarve, o komandanti besimtarve. Men il mar'atani min azwajin nabi illatani qala Allahu lahuma in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma.
Kush janë ato dy gratë që Allahu për to ka thonë nëse pendoheni te Zoti është më mirë për juve, për ndryshe zemrat tuaja kanë devijuar nga rruga e Allahut? Qale Umar, wajaba lak ya Ibn Abbas, çudime ty o Ibn Abbas. Qale Zuhri, ka thënë Zuhri, transmetuesi i këtij hadithit, وكريه والله ما سأله ولم يكتم. فثت اكا urrye Ibn Abbasi, thot ama nuk e kam shef. قال, ka thonë Omeri, hije Hafsatu wa Aisha, është Hafsa dhe Aisha. ثم أخذ يسوق الحديث. Edhe Zuhriu pastaj ka transmetuar hadithin deri në fund. Tim tha gjema një transmetim ku Aisha ka bo gjuna edhe ka kundërshtuar urdhën e Allahut e profetit, unë ta japa transmetimin në tafsirin e Tabariut si koment për ajetin 4 nga surja Tahrim, e përfundova. Faleminderit që patë sabër me një guë deq tash. So në zgati temën, se si kam smojën e 2 minuta me sarua çështjen. Tafsir Tabari. Wallahi si kom spiku në tafsiri Tabariut, që është tafsiri, komentari ma i vjetër i selefit që na ka ardhur si komentari plot prej kohës klasike. Jepi. A nuk mjafton njerë mas pari që Aisha ka bo gjuna të madhë, kur e ka luftue apo më dëgjoni, apo dëgjohet? Nuk po dëgjohet zoni të Allah. Nuk di kamete, nuk di çfarë ka ndodhur. Mikrofonin ma pas këmbil, së di. Okej, Drilon, dua të them një gjë. Këtë interpretimi vin nga shkaku i një tendenciozitetit për ta frir një ideologji, për ta favorizuar një ideologji, nëse këtu është një liri, të themi kështu, mos ta them totalitare, po absolute, çdo kujna që mund, për shembull, këto egzagjerime për favorizime ideologjike mund t'i bën. Mira ma, neve duhet t'i kemi parasysh dy gjëra. E para gjë është se preordhja e Aishës radiallahu anha dhe Hafsës, po ashtu janë preordhje sikur gjithë llojet njerëzor. Dhe ata absolutisht që nuk mund t'i ikin momentit e gabimit. Absolutisht nuk mund t'i ikin momentit e gabimit. Ka gabu. Jo, absolutisht se këtu nuk ka të bëj për një gabim trashanik, por për një gabim njerëzor të mundshëm, që është natyror, i zakonshëm, i rëndomt, çka neve nuk mund t'i paraqesim Ehli Bejtin si masum, si të pagabueshëm. Ka menon ti për një gabim të vogël, për një lëshim të vogël zbret ajet kuranor edhe selam me u pendua. Ta shpjegoj edhe çështjen e arsyes. Zemra devijon nga rruga e Allahut për një gabim të vogël. Vetëm pak. Do të shpjegoj edhe arsyen sepse kanë zbrit ajetet kuranor. Tash, çështja e ditë se Kur'ani, ajetet kuranore nuk kanë ardhur në formën e kërcënimit ndaj ndonjë gjunaj eventual të cilët të kanë bërë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Se fundja edhe sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam kanë pas një sistem jete ashtu siç e kemi neve. Dhe nëse neve jemi të nështruar procesit të edukimit të Kur'anit azimushon, atëherës natyrshëm se edhe sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam kanë qenë në proces edukimi. Për shembull, do ta jap një argument kuranor. Allahu i lartëmadhëshëm thotë: "Wa in tabu fa aqamu as-sala wa atu az-zaka fa ikhwanukum fi ad-din." Nëse ata, për shembull, pendohen, falin namazin, japin zakatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në namaz. Nëse këtu flet në kontekstin se njeriu prej një tabori që krejtësisht ekstrem, jo islam, kthen në taborin islam, atëherë ato janë fa ikhwanukum fi ad-din. E ku ngeli puna për shembull për një kërcënim për një gjuna të vogël që kanë bërë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, neve ta dramatizojmë dhe themi se këtu vjen mallkimi i Allahut dhul xhelal dhe duhet të identifikojmë Aishën dhe Hafsën radiallahu anhuma si njerëz të cilët pra kanë gabuar tragjikisht, edhe gabimet të tyre janë fatale dhe nuk janë të pafalshëm. Se fundja edhe ata kanë jetuar një jetë siç e jetojmë neve. Mosmarrveshjet në mesin e tyre janë mëse normale. Mirama, nuk mund në neve t'japnim një kontekst se
hidhrimi I Fatimës radiallahu anha me Aliun, me Osmanin, me Omerin, me Aliun radiallahu anhu, me Fatimën, ka qenë shkaku I fedekut. Nuk hidhrimi I Fatimës radiallahu anha nuk ka qenë shkaku I fedekut. Ajo ka pas halë të qera, ka pas derë të qera. Ajo, do me thonë, para se më ndru jetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajo informu se në bazë 6 viteve, bazë 6 muajve do të shkosh në ahiret. Vish po shkoj me unë libër, çito jam. Okej. Absolutisht sa shidhru Fatimja. Fatimja nuk ka qenë e njohur me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot ne pejgamberët dhe familjet e pejgamberëve nuk trashëgohen. Dhe kjo është argument I cili e përkufizon kuptimin e përgjithshëm juridik të ajetit kuranor ku Allah I lartëmadhërisht thot yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Më pastaj ky hadith e specifikon respektivisht I jep një dispozit specifike të aspektit trashëgues të familjes pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe u jep të drejtën e trashëgimisë familjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Absolutisht nuk tregoj pralla Milis, nuk tregoj pralla, po ti nuk ke idenë se çfarë është Aliu radiallahu anhu, çfarë është Ebu Bekr radiallahu anhu. Pas kanë betë Fatimen, lere I këto prallat tuaja, e pas kanë marrë Fatimen, e pas kanë hetha gjenë varë dhe, po Hazreti Aliu, Hazreti Ebu Bekri e ka folë gjenazën, Hazreti Ebu Bekri e ka vizitu Aishën radiallahu anha, këtë Fatime radiallahu anha. Ku po shkun të teologë se nuk trashëgojnë, po shkruan hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Atë çka e lën pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajo nuk trashëgohet nga pasardhësit e tij. Ajo lihet pra në dispozicionin e shërbimit të kauzës së përgjithshme islame. Dhe ashtu, mos një besejmi në plakun e driloni ti mësu këto gjërat. Jemi plak në këto gjëra. Teolog. Le ti kuptojmë senet në kontekst. Që është një hadith tjetër për du m'ja u kallëzua. La yuhibbuna munafiqu, la yubghiduna mu'min. Nuk na dën neve munafiku dhe nuk na urren neve besimtari. O ale ty nuk dën jashtë se besimtari, nuk të urren jashtë se munafiku. Kjo është hadith sahih. Kjo është hadith sahih. Shpak se. Shpak teolog. Mirë. Çuça thot hadithi tjetër. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إكاثون عليود إنك ستلقى بعدي جهدا شد مثلا إنك ستلقى بعدي جهدا يجحدون لك الناس إنك ستلقى بعدي جهدا تي pasmeje kime përjetua ngushësi kanë ta ngushtuar rrugën. Te mas meje, ba'di, me njëherë mas meje, një transmitim tjetër, ja Ali, inna ummeti, se taghdiru bike, ja Ali, o Ali, umeti jam, kanë me tradhtu ty mas meje. Ama ku shkruan? Që kjo hadith, në transmitim tjetër, tash ta gjejone, është I sakt. Innaka satalqi ba'di jahda. Te mas meje kanë me tradhtua. Kale, ja Rasul Allah, fi salamati min dini, qysh ka me kanë atëherë dini jam? Thot po, o Ali, dini jetë ka me kanë selim, ata që kanë me të kundërshtu ty, kanë me të ratu ty, ata janë tradhtar.
që ky hadith nëse i lexon ti kontekstin e këtij hadithi, qëre Muhammed Avame edhe pse është nasibi, shekhu jam fihi nasb, se është pi Sirisë, këta siriant pi Vatrës edhe Fales Muavis kanë ardhur, shumë pi tyne fatkeqësisht kanë një farloj naspi, edhe arsyeja që kanë nasp trashëgum kështu në gjak edhe në gjene kanë, është se kur ka shkuar Imam Nesaiu në Siri, edhe e ka pas sa nasibien, ja u ka shkruar një libër Fadail Emiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Aty ishte ngjarja e nxehtë pak se Muaviu ka lënë strofull edhe ka lënë ushtar. Edhe i kanë ardhur Imam Nesaiut, autorit të Sunenit, edhe i kanë thonë, e kena pa që ke shkruar një libër për virtytet e Imam Aliut. Se shkruan një libër për virtytet e Muaviut, edhe i ka thonë Nesaiu i ka thonë ty në ushtarëve të Muavis, thotë ne nuk di në i virtyt për Muavin. Nuk di që profeti Muhammed e ka lëvdua Muavin, thotë jashtë ta e di një hadith, që pejgamberi për ta ka thonë Allahu mos ja ngif barkun. La ma ashba Allahu batna. Allahu mos ja ngif barkun e ki hadithin Muslim. Pret ta përfundoj si ide, mos ndërhy. Kur e kanë dëgjuar Shamlit, e Shamit Damaskut edhe Siris, kur e kanë pasur që ka thonë Nesaiu për imamin e tyre të shajt, sahabin e nderuar, dajën e muslimanëve, Muavin, birin e Abu Sufjanit dhe birin e Hindit, babën e këtij klyshit Jezidit, e kanë marrë Nesaiun edhe kanë rre, edhe kanë kap për testikujve, ja kanë shky organet, edhe thuhet që rrugës të shkun qave e kanë shu shpirti, kanë myt Imam Nesaiun që ka qenë krahasuar Imam Nesaiu me Buhariun edhe Muslimin hifdh. Dhe dietar ton ka qenë më hafiz, edhe më kategorik në pranimin e haditheve të sakta, se sa Buhariu dhe Muslimi. Po veç pse ka pas anim ka Ahli Bejti e kanë lanë në fund. Imam Nesaiu s'ka pas asnjëherë anim ka Ahli Bejti. Imam Nesaiu është një prej dietarëve më të njohur të Ahli Sunna wal Jamaa. Edhe të Allah, Ai më vërtetoj që Imam Nesaiu ka qenë njëri prej atyre të cilët kanë anu ka Ahli Bejti. Edhe të Allah. Imam Nesaiu, Ibn Hajar Asqalani, Hafiz al-Iraqi. Këto janë dietarë shumë njohur të Ahli Sunna wal Jamaa. Mo të Allah se na korite, mo. Jo, se pranoj absolutisht. Imam Nesaiu është një figurë markante e njohur në medhebin Ahli Sunna wal Jamaa, në Ahli Sunna wal Jamaa. Jo rastisht ta përmena. E ma e ke përmend ma këtu fshihet një tendencë. Jo rastisht ta përmena Imam Nesai. Po e njoh Imam Nesaiun, ama Imam Nesaiu nuk ka kësi lloj shenjësh që ka anu ka Ahli Bejti. Madje Ahli Sunna wal madje Imam Nesaiu, kemi për shembull shumë deklarate të Imam Nesaiut për pranimin e haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilët flasin për çështjen e transmetimit të hadithit ose për hadithin që flet për shembull për ato 12 imam të cilët do të vinë pas pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dikush edhe pse ka bërë hadithin daif, Imam Nesaiu me disa dietarë krije me Ibn Hajar Asqalanit e kanë bërë sakt. E pas na pas që të librën të lipën e mektebe, aj me detaj. Te dora pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ke pas debat. Shëbet Allah. Khasais Emir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib al-Imam al-Hafiz Abi Abdurrahman Ahmed ibn Shuaib Nesai. Qysh përktheja që këtë titull të Allah? Shpiko ma? Tëllën. Khasais Emir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Po, veçantia... Virtytet edhe veçoritë. Ama ku shkruan virtyt? Khasais, khasise. Po, edhe kjo mund tjetë edhe karakteristik. Tamam. Karakteristikat, virtytet, vlerat e Emirul Mu'minin
Ali Po. ibn Abi Talib. Abi Kush e ka Talib, shkruar? po. Kush e ka shkruar Imami Hafizi Imam hadithit? Nesaiu, Imam Nesaiu, tamam, Imam Nesaiu e ka shkruar, po. Mirë. Në tash, ta Allah, qërë. Ky libër i ka, ky libër të Allah i ka, a disa hadithe i ka, për Ehli Bejtin. I ka ky libër 194 hadithe, 194 virtyte dhe vlera për Aliun edhe Ehli Bejtin. Ama tash ka dallim mes Dik pak, o të Allah, dik pak, nika. Aliut radiallahu anhu dhe të Ehli Bejtit. Veç lexohet që të libër, kur gjë tjetër nuk du biteje. Okej, Veç të libër me lexuar. Ehli Bejt, Imam Nesaiu, Imam Çep. Veç pak pret të Allah. Që ky libër me qenë se u morën e përgoj, është përkthyer në gjuhën shqipe, dhe mundesh, nëse e kërkoni, keni me gjetë. E gjani edhe në anglisht, edhe gjani edhe në turqisht, është i përkthyme edhe në gjuhë të tjera. Pra, nëse ju që po na ndihni e dini arabishten, amanet pjavlo, na shaunë des e nuk foli më në TikTok. Drilon. A kena jetën, po ka qëndrimin se kur përmendet. Imam Nesaiu e ka qëndrimin se kur përmendet për Ehli Bejtin ka për qëllim për Ehli Quraysh. Është më së i njohur qëndrimi Imam Nesaiut se kur flitet për pasardhësit e pejgamberit alayhis salatu wassalam për në atë formulim se Ehli Bejt ka për qëllim Ehli Quraysh. Dhe këtu është më së i njohur qëndrimi Imam Nesaiut. Edhe Ibn Hajar Asqalani, edhe Abdullah bin Mas'udit. Ebu Gjeli, ha? Cili? Ebu Gjeli, Ehli Bejt. Cili e Ebu Gjeli Ehli Bejt? Po Ebu Gjeli, Quraysh ka qenë. Ja, tash nuk flasim neve për kafirët, flasim për musliman. Për krejt Qurayshi është Ehli Bejt? Tash ne flasim për Quraysh të cilët janë në Islam. Po Allahu po thot Ehli Bejtin e ka pastru, krejt Qurayshin e ka pastru Allahu? Ne flasim për Ehli Bejtin ose Ehlul Quraysh të cilët kanë qenë musliman. Po thuj se Ebu Lehebi, Ebu Gjeli thirrën qafën dhe... Me bëna me këtë ka fonte, se cila për temave ka një debat. Unë jemi gatshëm me diskutimin të Allah. Ebu Gjeli ka vdek para çlirimit të Mekës. Fakrensi ka, mos ti pjellim senet. Unë i pështjela se vete hapa të arabën edhe dullim ku nuk duhet të Allah. Që kemi thonë për debatin në sëntëm, se pas kënë ndjek. E kam ndjek, jo përgëzoj të ive. Jo, e përgëzoj. Ndëgjo. E kam ndjek, Allahu ju shpërbleft, Allahu ashtov diturin. Në që ju më dini për objektivitetin cilën e kam, jeni dy hoxhallar shumë të mirë, pavarësisht ideologjive, përcaktimeve ideologjike, por para së gjithësh debati ka qenë mbi një bazë solide, njerëzore, humane, mbi bazë të respektit, edhe kjo është ajo mbi të gjitha, ajo çka jep bukuri debatit,